Dhe në viral, çdo ditë sjellim lajme të rëndësishme që lidhen me fusha të ndryshme të jetës. Dhe një nga këto fusha shumë të rëndësishme që ndikon secilin prej nesh është edhe shëndetësia. Kështu që çdo publikim i ri dhe çdo iniciativë e re nga Organizata Botërore e Shëndetësisë vlen të përmendet. Dhe më e fundit është fakti që OBSH ka zyrtarizuar përdorimin e barnave të diabetit për trajtimin e obezitetit. Ka publikuar në fakt udhëzime të reja për përdorimin afatgjat të barnave GLP-1 tek të rriturit me obezitet, duke përfshirë semaglutid, liraglutid dhe tirzepatid. Rekomandimet të cilat janë të botuara tashmë në revistat më prestigjioze të shëndetësisë theksojnë se këto medikamente nuk janë patjetër zgjidhje e vetme, se zgjidhja më e mirë do të ishte një jetesë shumë e shëndetshme dhe aktivitet fizik i cili të ndihmon që një herëzi të humbasësh peshën, por edhe të ruash një standard në mirëqenie. Por patjetër janë pjesë e një trajtimi afatgjat që duhet të shoqërohet. Pra edhe me këto që i përmenda më sipër, me ushqyerjen e shëndetshme dhe me aktivitetin fizik. OBSH paralajmëron për sfida të rëndësishme si kostoja e lartë, furnizimi i kufizuar dhe pabarazia në akses, duke u bërë thirrje shteteve që të sigurojnë sisteme të drejtë që u japin përparësi pacientëve me nevoja më të mëdha. Udhëzimet theksojnë se barnat duhet të përdoren vetëm në kontekst të qartë klinik dhe të sugjeruara nga një mjek me recet dhe në mbikëqyrjen e ekspertit të shëndetësisë. Një nga ekspertët e shëndetësisë thekson dhe shpjegon se këto medikamente ulin ndjeshëm urinë dhe i ndihmojnë pacientët të ndjekin më lehtë rekomandimet ushqyese. Ai nënvizon patjetër edhe rëndësinë e aktivitetit fizik për ruajtjen e masës muskulore, pasi humbja e muskujve është e zakonshme gjatë rënies së shpejtë në peshë. Aktualisht mbi 1 miliard njerëz jetojnë me obezitet dhe kjo shifër mund të arrijë deri në 2 miliard në vitin 2030. Çka është vërtet alarmante dhe shumë shqetësuese. Ndaj edhe OBSH me sa duket ka bërë këtë hap të radhës duke miratuar përdorimin e barnave dhe medikamenteve që deri më tashmë njihen dhe përdoren për obezitetin në trajtimin, njihen për diabetin ndjes në trajtimin e obezitetit. Zhvillimet të mëtejshme patjetër ne presim, mund të ketë edhe shumë kritik sa i përket kësaj pjese, gjithmonë do të kemi skepticizëm por edhe pranim nga ana tjetër, e rëndësishme është ne të ndërmarrim hapa konkret përballë një alarmi të tillë global. 2 miliard njerëz obez deri në vitin 2030 është vërtet e frikshme dhe alarmante.